Porosit e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. 56. O Ali, kush gëzohet me padrejtësinë që i bën fëqinjit të tij, do të qaj për ngushtësinë e varrit. 57. O Ali, kush gëzohet me ëmbëlsinë e dynjas, do të qaj kur t'i jepet libri i veprave nga e majta e tij. 58. O Ali, xhihadi më i madh është ai që kur njeriu zgjohet nuk mendon t'i bëj padrejtësi askujt. 59. O Ali, Allahu ja ka ndaluar xhenetin çdo imorali, atij që flet fjalë të këqija e të ndyta dhe çdo njeriu që nuk interesohet për ato që ai thot e as për ato që atij i thon. 60. O Ali, mos bëj shumë shaka, sepse të ikën madhështia, mos gënje, sepse të ikën drita jote. Bëj kujdes nga marrëzia dhe nga dembelizmi, sepse kur mërzitesh, nuk duron ndaj të vërtetës, dhe kur dembelosesh, nuk e vepron të vërtetën.